Edhe pse është dita ndërkombëtare e jetimëve, familja Marku në qytetin e Fusharzit sërish nuk ju gëzua ndonjë ndihmë sa do të vogël nga dikush. 3 fëmijët e kësaj familje jetojnë me ankthin dhe frikën nëse do të sigurojnë vaktin e radhës. Drama me të cilën përballen Mirjeta, Valentini dhe Ida startoi 3 vite më parë kur ju mbytën babain, ndërsa sot nëna e tyre përpiqet të sigurojë ushqimin, teksa pas dëmtimit të banesës në fshatin Gjegjan ku ata jetonin, janë strehuar me qera në një prej godinave të vjetra të qytetit të Fusharzit pas një të ardhur. Si humbi jetën burri juaj? Për Iran e mëjtë. Çfarë vështirësish përballen? Shumë, me të gjitha. Për të gjitha, për veshje, për mathi, për tarme, për gjitha. Keni vështirësi? Shumë. Që të bëjmë? Kërkoj për i këtyne fëmijëve të ndihmojnë sa të kenë mundësi të gjithë. Me sa të kenë mundësi me minimum. I lutem gjithëve. Teksa vuajnë dhimbjen e humbjes së babait të tyre, këta fëmijë jetim presin që dikush të vinë në ndihmë, pasi në mesin e dilemës që shkakton kanuni për të falur apo marrë gjak, ata sot rriten dhe me mungesën e kushteve më minimale, deri dhe në mungesën e ushqimit.